Selamu alaikum, shikues të nderuar të Radio Televizionit Iliria. Mirë se erdhët prapë edhe në këtë Ramazan me muslimanet në përbot. Ju uroj agjerim të lehtë dhe të pranuar tek Zoti. Sot, për hir të parë, për dallim nga viti i kaluar, e kemi të ftuar një vajzë e cila jeton në Doha të Katarit. Atje funksionon dhe punon në një shkollë. Për më gjërësisht do të na tregoj tani edhe për pritjen e Ramazanit atje. Është Aurora Ahmetaj. Përshëndetje Aurora. Përshëndetje, selam aleikum. Aleikum selam, mirë se erdhe. Virtualisht. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Ishte nderë dhe kënaqësi me bisedu me ty edhe me qenë pjesë e misionit juaj. Faleminderit shumë Aurora. Qysh është Doha? Qysh është Katari? Shumë mirë, jo me lavdu, po mendoj që është një ndër vendet më të mira për jetesë edhe për punë. Në të aspektet për mund ka qenë është një përshtatë goxha shumë, po mendoj. Aurora, që sa vite je atje? Jam që 4 vite. Që 4 vite, dhe punon në një shkollë, apo? Po, punoj me një shkollë, është internacionale, por me kurikula amerikane. Mirë po është endame me gjeni, prej klasës parë dhe 11 janë me gjeni të ndarma. Okej. Aurora, qysh ka qenë për ty mu ambientu atje? Dhe më thona, ka qenë e vështirë ose për shkak se kultura pak dallon? Po, fillimisht kur po marrë, për shkak se edhe jetoj vetë, nuk e kam njohur kërkon, as një shqiptar, as kërkon, edhe ka qenë pak vështirë, jo sa i përket në aspektin fetar dhe kështu mirë, po ma shumë sa i përket aspektit kulturor, edhe sidomos kohës, se është sidomos në Shqipërinë po gjatë verës është shumë nxehtë në krahasë me Kosovë dhe me Ballkan. Po, Aurora tash në ti atje funksionon, do thot e ke një punë të përditshme, mirë po e dim që dallojnë ditët për shkak se premte shtune atje në pushim, e diela është dita e parë e javës. Qysh është për ty kjo pjesë? Po, fillojmë prej të dilën deri parajtën. Po. Kështu fillimisht ka qenë një çuditë se nuk e kom ditë kur po marr Katar, nuk kom ditë që dalloj. Po për shkak të xhumas, dita premte është pushim edhe shtundja. Edhe sidomos tash gjatë Ramazanit, gjitha punojmë me orar të shkurtuar. Punoni me orar të shkurtuar? Po. Secili gjatë kohës Ramazanit, në vend që 8 orë punë, i bëjmë 6 orë punë. Unë e punoj prej orës 7:45 deri në 12:45. Okej. Kështu që po, lehtësim shumë i madh. Shumë mirë, Ramazan. Po. Është shumë lehtësim. Do me thonë Ramazani vret atje në aspektin e përgjithshëm është shumë e dukshme që është Ramazan në çdo sferë. Po, mendoj që përpos aspekt fetar është edhe një farë qetësie, vjen te njerëz, e vren gjitha aspektet, edhe masandej fillon me dukuru qytetin, gjatë gjithë muajit ka aktivitete, kështu që është shumë, mendoj që sidomos Ramazani është koha më e mirë për me jetu në Katar. Apo, kur po thu qetësi, a është qetësi komplet ditën, apo edhe pas iftarit? Kryesisht gjatë ditës është ma qetë, mëngjes njerëz që shkojnë punë, veç ajo trafiku kështu. Edhe shumica e shqiporëve edhe lokaleve janë mbyllur gjatë kohës, domethënë gjatë ditës. Edhe zakonisht hapen pas kohës të iftarit, për shembull prej orës 7:30 deri janë hapur tani deri në sufër. Po. Po kryesisht është goxha qetë gjatë ditës deri koha e iftarit 5:30, atëherë fillojnë njerëz pak me lëviz. Aurora, tregove që ti jeton tash atje vetëm, për shkak se prej Kosovës keni shku atje. Qysh është për ty tash me prit iftarin, a pret zakonisht vetëm në shtëpi? Jo, unë këtu punoj edhe me një shoqe që është nga Peja. Edhe jetojmë bashkë në një ndërtesë, punojmë jetën në shkollë, edhe kryesisht herë vjen ajo te unë, herë unë te ajo. Sa mirë.
Sa mirë. Domethënë ose për shembull me kolegët e punës, me shoqni dalim për iftar, kështu. Okej. E kur këto iftaret që i bënin në shtëpi bashk, domethënë ushqimet që i përgatisni, ai përgatisni të Kosovës apo keni marrë dhe ushqime të atjehit, të Katarit? Kryesisht deri tash kemi marrë më shumë Kosovës. Nuk jemi kuzhinierët më mira. Në mënyrë provojmë, po edhe ka dhe ushqime për shembull që ose nëse i porositim online ose zakonisht në një vlerë të shturkashme tani veç pak a shumë i përgatisim edhe ushqimet të shpëton tradicionale arabe në mënyrë. Okej, shumë mirë. Kur dilni jashtë, e përmende që dilni ka njëherë edhe me kolege, domethënë me kolektiv diku në ndonjë restorant për iftar. A jeni kryesisht staf ndërkombëtar, apo? Nuk janë katarian ata që punojnë aty me ju? Po, kryesisht domethënë shkollën ku punoj, jem gjithë staf ndërkombëtar, ka prej vendeve të ndryshme të botës. Prej shkollën ku jemi 5 Kosovës, masandej ka shumica janë afro-arab, ka dhe evropian, grek, masanej Portugalis, Afrikës Jugore, edhe këtyre vendeve tjera. Përvoj shumë interesante realisht. Edhe përveç punës, si më thonë se në një shkollë të tillë, në një vendi shumë zhvilluar që është Katari, po njëkohësisht edhe kolektivi e bën më interesant për shkak se mëson edhe i edukohesh një farë formë ose me kultura të tjera, i sheh, i ndjen. Po, zakonisht, edhe sidomos kur mbledhemi kështu, ka një herë i tregojmë atmosferën që janë, për shembull, më shumë kulturore. Për shembull, javën e kaluar kemi pas International Day, edhe secili ka bërë ushqim prej vendit vet, për pesh me pesha kombëtare, edhe ka qenë shumë ashtu. Çka keni thënë ju? Me kong. Pite me djathë. Sa mirë. A ju ka pëlqy? Po. Okej. Edhe veshja kombëtare ka qenë veshja jona, po, atje? Po, unë personalisht kështu temën e kum pas plisin edhe një kështu, si me thonë pak mbulese, po e kam pas nxënësat, se e kam veshën kombëtare për fëmijë, për vajza dhe për djemt, edhe kum veshë se kam vllai motër janë. Nxënësat mi janë 5 vjeçar, 4-5 vjeçar, edhe shumë janë do bukur. Me veshjen tonë. Në mënyrë se shumë pak, sidomos për Shqipërinë, kanë dëgjuar më shumë, po për Kosovën shumë pak. Se në shtet më i vogël edhe kështu, po në farë mënyrë kemi arrit mi eduku, mi informu për Kosovën. Po. Po më intereson Aurora për shkak se na jetojmë në Kosovë dhe ty të bjen me ardhë këtu, e din që është domethënë standardi ekonomik, po njëkohësisht e din edhe çmimet sa janë. Po jem kurreshtare me ditë, nëse të kujtohet, sa kushton një menu e iftarit atje? Shumë po më intereson kështu me ditë, nëse mundesh me nda me një. Për shembull për një person. Po, e kom pashun, po. Zakonisht këto që shkojnë për shembull që është iftar bufe. Po. Edhe mundesh për shembull me marrë sa herë që ti don. Ka prej main courses, ëmbëlsira, pemë, perimet, sallata. Po mendoj ndoshta sillen varësisht edhe prej vendit. Ndoshta prej me thonë 20-25 euro, kështu është. Mesatarja, kisha thënë. Mesatarja, okej. Jo shumë larg prej nesh, domethënë Katari dhe Kosova kemi një dallim bajagit madh në aspektin e zhvillimit ekonomik. Edhe duke e ditë këtë, çmimi shumë i përafërt i iftareve. Për shembull tek ne nuk ka këtë vit nën 15 euro menu të iftarit. Me aq sa unë kom shiku, se kom shiku bajagi shumë. Po, zakonisht këtu gjithë shumica janë kështu si bufe, po çmimet sillen që parapërsisht kështu. Po. Çka dallon Ramazani atje dhe në Kosovë? Ç'është ti e sheh dallimin?
Po e përmena për shembull sa i përket orarit punës, se edhe në Kosovë kam punu, do të thonë, ka qenë pak, e di që është pak sfiduese me ngrojt 8 orë, edhe sidomos kur ka qenë koha pak më e nxehtë. Po këtu ka aktivitete shumë të mëdha, e vrej për shembull që qyteti është i dekoruar, çdo kohë. Për shembull, ne kemi dekoruar edhe shkollën, po lokale, gjitha vendet është i dekoruar. Masanej ka aktivitete të ndryshme, edhe gjatë ditës, po edhe mbasi ftorit. Për shembull, gjatë zakonisht është për çdo ditë mbas kohës së ikindisë, dalin gjinia mashkullore me vetura sportive, vetura luksoze bajnë tripa nëpër qytet, ndërsa mas iftarit është një sen që mendoj që është edhe Kosovë, po e kom prej që paka shumë vite të fundit ka nisë muzbesi, është kjo kanoni që e gjujnë e gjujnë zjarrin për me thirrë, më thonë që ka një kuaj iftarit. Aha, okej. Atje ndodh çdo natë? Po, edhe tash, si cila lagje, ose ashtu e ka kanja. Sa bukur. Me siguri e bën shumë interesant shkrim. Po, edhe masandej gjatë kohës së fyrit është ato që athirin të si me saher, është personi që me të pa një farmyre delë dhe i thirë njerë që mos ju prej gjumit që me basi fërë. Okej. E çka ju bën juve mos me bo zile alarma? Apo nuk mjafton, duhet me bo edhe alarmin? Jo, duhet me bo, se është puna tani që po do të më që për punë, në orat 7 mëngjesit, edhe... Okej. Po do të farmyre mojtë për balancët gjumit. Aurora, a keni kontakte me katarist atje, me njerëz të Katarit? A keni ndonjë kontakt? Shoqëri ose diçka të tillë? Po. Po. Kryesisht, si që thash në shkollë, do të thonë shumicën e fëmijëve, me të thonë 99% e nxënësave që kemi në shkollë janë katarianë. Edhe paka shumë nga kanë me një familje me kuptu edhe me mësu pak ma shumë për kulturën e tyre. Po ne jetojmë kështu, po sidomos nëse je në kontakt vitor me ta, mundesh me kuptu edhe ma shumë, ma detaje. Po, Aurora, ti tregove që ke punu edhe këtu, ke punu njëjtë me fëmija, po? Okej. Çka she dallim? Për shkak se 4 vite përvoja atje nuk jem pak që më arrit me identifiku dhe me kuptu për botën e tëne. Çka dallon prindërimi i Kosovës me prindërimin e Katarit? Kryesisht, mendoj që në Kosovë edhe është një diçka shumë e mirë që hala kemi që është përfshinja e shumë e madhe e prindve edhe sidomos e gjyshërve kisha thonë. Këtu për shkak që prindë në punë shumica e fëmijëve, sidomos nxënësave, janë për kujdesjen e dadëve. Aha, okej. Edhe për shembull shumica në kohës kur vinë me i marrë fëmijët në shkollë janë zakonisht dadët. Edhe që ajo në fillim nuk ka do kashtu shumë cultural shock ashtu. Po tash ma jam mësu. Okej. Konsideroj, me aq sa kam njohuri për ato vende, më thonë për Emiratet, që ata i kanë dadët pavarësisht nëse gruaja punon nëse jo. Ndoshta mund me qenë edhe gabim. Mirë, po do më thonë ato... Po zakonisht. Do me thonë përfshirja prindve, më me thonë që është ma pak sa i përket në Kosovë. Okej. Apo vlerëson do me thonë Kosovën ma shumë në këtë rast? Po. Shumë mirë. Definitivisht po. Edhe mendoj që gjatë sa i përket aspektit të mendimit kritik, ndoshta kisha me thonë, është ma i zhvilluar në Kosovë. Aha, okej. Ndoshta për faktin këtu që gjithçka është ma lehtë, fëmijët nuk është që bajnë edhe shumë, nuk janë edhe shumë të sfiduar. Po një stapel vetit që jemi rrit na, edhe që i kom pa nxënësat edhe fëmijët në Kosovë të rrit. Edhe sa i përket aspektit, unë se isha si mësuese edhe familjes psikologe, mendoj që është ma mirë me nxit fëmijë që me u sfidu për t'janë ma të veçën. Okej. Se ata nuk sfidohen shumë?
nuk mendoj që sfidohen shumë, ndoshta edhe paka shumë se këto edhe për shkak të nxehtësisë edhe motit, shumica e kohës janë vende të mbyllura. Edhe unë personalisht, për shembull, më shumë e rekomandoj natyrë, fëmia me dalë me lujt jashtë këto. Po në farë mënyrë këto e kuptoj se për shkak të kohës shumë të nxehtë, më shumë se gjysma e vitit, atëherë veç ajo pak ja u pamundson fëmijëve që me dalë me lujt natyrë. Po më intereson Aurora me ditë, kujt i raportoni ju? Kur vjen dadoja shembull me marr fëmin, i raportoni dados? Për fëmin që shka qena ditë? Po? Po, nëse kemi kështu ndaj kërkesë ose një diçka për shembull për nxënësat, se unë punoj me marrëveshjet, kështu që është një farë mënyrë ka nevojë për pak më shumë kujdesje sa tritonit. Po ashtu e kemi, është një program që përdorim pas Dojo, edhe aty postojmë për shembull aktivitetet, edhe diçka që është ndoshta më e rëndësishme, po edhe komunikime për shembull përmes emailave, raporteve, përmes drejtoreshës e kështu. Po. Aurora, nëse ka diçka që kishe dashur me ndo për Katarin, gjatë, domethënë që ka të bëjë me muajin e Ramazanit, për fund, nëse ki edhe diçka që të ka mbet peng pa e thënë, për shkak se jemi në fund. Po, ndoshta një prej po e ditë sa i përket të aspektit të shkollës edhe të fëmijëve, gjatë mesit Ramazanit është një lloj festivali, se shumica aktiviteteve që i bëjnë këtu në Katar, më shumë janë shumë lidhur me fëmijë dhe me familje. Është një gjysmë të muajit Ramazanit, është një festival që thirrën Garangao. Edhe kam mund me ndohet dhe video se qyshe festojnë fëmija dalin, bledhen ëmbëlsina, kështu karamela, kështu. Masandej ka aktivitetet ndryshme për ta bojnë disa time, për vajza për shembull bojnë henna. Edhe është një farë mënyre si i shpërblejnë fëmijët, për shembull ata që kanë agjëru, ose që me nxit që me agjëru edhe për pjesën e dytë të Ramazanit. Edhe është diçka shumë, është një prej periudave më të mira, ndoshta që për lidhje për shkak edhe të punës, ama është një prej periudave më të mira të Ramazanit sa i përket përgjithësi këto. Shumë interesant realisht, se na këtu normal, na mundemi me bot diçka po në baza individuale. Po ajo është diçka që bëhet, domethënë organizim kështu tamam shkollor. Po e festojmë edhe shkolla, po edhe në rrugë, domethënë fëmija dalin nëpër banesa, në rrugë, marrin ëmbëlsina, ka aktivitete në vend, pothuajse në gjitha lagje. Ashtu është shumë atmosferë e mirë. Aurora, unë shumë të falenderoj, edhe shumë çka kisha pas, mirë për shkak të kohës kufizune që ka emisioni, të falenderoj shumë, edhe shpresoj shumë që, domethënë kur je në Kosovë, ki me ardhur në televizion edhe me taku, pse jo, me shumë kënaqësi. Po, inshallah falenderoj edhe një herë për ftesën, edhe inshallah shihemi në Kosovë, edhe ju kisha ftuar edhe me ardhur në Katar. Nuk është shumë lehtë, nuk është shumë vështirë me marrë vizën, edhe mundeni me ardhë. Faleminderit. Sidomos gjatë muajit Ramazanit, ju kisha sugjeru. Shumë faleminderit Aurora. Që me vizitu Katarin. Shumë faleminderit. Zoti shpërbleft e inshallah dëgjohemi. Faleminderit shumë, selam aleikum. Aleikum selam, mirupafshim, çdo të mirë. Ishim në lidhje me Aurorën prej Katarit, e cila punon mësimdhënëse në një shkollë ndërkombëtare atje. Ishte shumë kënaqësi me dëgju prej saj, kështu që mirupafshim në emisionin e radhës të muslimaneve në përbot.